أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، اللهم فلندرojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën janë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastërt, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lëni radhë parë që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur, të cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Hadithi i radhës që e ka përmend autori i librit, 40 hadithe, dhe në secilin hadith nga dy veçori që autori është Sheikh Salih Sallan rahimahullah, e ka përmend hadithin e radhës që është hadithi Ibn Abbasit radiallahu anhu, që transmeton Ibn Abbasin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: Ahlul jannati man mala udhunayhi min thana'i an-nas khayra wa huwa yasma'u, wa ahlun nari man mala udhunayhi min thana'i an-nas sharran wa huwa yasma'u. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, banorët e xhennetit janë ata të cilët i mbushin vesht e tyre me lavdërimin e njerëzve për të mirë, ndërsa ai ndëgjon njerëzit duke e lavdu ata. Dhe banorët e zjarit thot janë ata të cilët i mbushin vesht e tyre me përgojimin e njerëzve për të keq që u bojnë këtyne dhe këta e ndëgjojnë ato. O thonë, ky hadith dashurit e mi, për haditheve të mëdha, ky hadith e trajton një çështje që ka onë hadithet tjera, ku thot pejgamberi s.a.s. ju jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Njerëzit janë dëshmitar të Zotit në tokë. Kur njerëz do të thot e lavdërojnë me të drejtë një njeri, po flas çto shumë mirë mja qitë një 5 vija mbi fjalen me të drejtë, se kanë herë lavdojnë njerëz me të pa drejtë. Po flas kur lavdërohen me të drejtë, do thotë lavdratën e kanë me merit, e meritojnë me u lavdu. Kjo është pishenjave, inshallah ta'ala, se ky njeri, Allah subhanahu wa ta'ala po dënë mi qu shenjë se kjo është inshallah pi banorëve të xhennetit. Ti njëjtën kohë kur njerëz e shajnë, edhe këto më thënë me merit, e meriton me e shajt. Kjo është një shenjë e keqe e këtij personi, se ky njeri do të jetë pi banorëve të zjarrit të xhenemit. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon se e sharon se banorët e xhennetit janë ata të cilët Allahu a mbush vesht e tyre dhe ata ndëgjojnë për vetveten e tyre lavdata për njerëzve. Kuptimi i këtij hadithi është se kjo është një shenjë që Allahu subhanahu wa taala, Allahu te baraka wa taala don me udhëzu këtë rob për xhennet. Don me e bo që ky me hes drejt xhennetit. E bën që ky njeri, kur Allahu e udhëzon drejt xhennetit, ja mundson edhe me punu çka? Për xhennet. Që thot Allahu në Kur'an, thot: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ai i cili thot e ndjek udhëzimin tim, hec në rrugën e drejtë, as nuk ka me humb, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, as nuk humb, as nuk do të jetë piti mjerumve. Allah subhanahu wa taala kur e don robin e vet, ja mundson robit me bë punë të mira. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: idha habba Allahu 'abdan 'assa lahu, idha habba Allahu 'abdan 'assa lahu. Thot kur Allahu e don robin e tij, ja don të mirën robit, e përdor robin e tij për hajër. Wallahi billahi dashurit e mi, o shumë rëndësi robi
Në jetën e kësaj bote me pyet veten, këtë pyetje më apo vetes, unë po jetoj. Jetën jam të jetu, po që të jetë ajo të jetu në punë të hajrit apo punë sherrit. Që të duhet më apo pyetjen, këtë pyetje nuk bën më ashmang vetes. Kjo pyetje duhet të jetë non stop që na shoqëron neve. Me pyet veten non stop, ku jam unë? Ku i kam vendos kont? Çka jam tu bë? Ku po shkoj? Çka po bëj? Punët e mia, çka jon? Që to punë që jam tu i bë, ajo punë të hajrit që i don Allahu, ajo në udhëbila punë të sherrit që si don Allahu. Çështu jeton muslimani i mirë, çështu e ka gojën e muslimani i mirë. Jo sikurse disa, të cilët do të thotë këtë jetën e tyre, wallahi billahi, se Allahu ka thënë të vërtetën në librin e tij, kur i përshkruan këtë kategori të njerëzve, thotë inhum kal an'am. Ata janë thotë si gjoja, si shtaza, bel hum adall, edhe ma poshtë shtaza. Wallahi disa janë si shtazë dion. Wallahi disa janë si shtazë. Billahi disa janë si shtazë. Wallahi billahi ata as vetë se dim se jetojnë. E ki pa hajvani. Hajvanit e merr, i qet me hongër han, i qet me pi pin, janë ndalet. Hajvan hesapi, veç han edhe pin. Tjetër gjë s'bën. Disa që shtu e kanë jetën, e kanë besa edhe ma të ziset hajvanit. Veç han edhe pin. Krejt jeta i shkon të vrapu pas ngrënjes edhe pijes. Kur thëm ngrënjen e pijes, pe përmendi si gjatë pare e shumë sende tjera. Disave këtë jeta ju shkon, jeton 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, krejt jeta i shkon, të ndresh një shpi, të e presh një shpi. Ndreqe i shpi, preshe i shpi. Shite i shpi, bleje i shpi. Bëne ata, bëne këta. A kur i thush shpina ahiretit, e ke ndreq, e ke ble, apo e përgadit, a e të e zvukuru. E sheqi, wallahi billahi tallahi, e sheqi në këto shumica e njerëzve janë të shpërkujdesum. Vrapojnë dhe të thotë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk na ka kryt dashurit e mi. Unë e thëmë shpesh e përmendi, thëmë me ngon bas kastravesa dhe patligjonave. Do e kanë këtë jetën mbas kastravesit dhe patligjonit të nga. Këtë jeta i shkanë edhe në fund qka? Kur gjohish nuk fitan. Wallahi billahi ba. Në fund, ja jetu 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, kur del para Allahu qka? Zero. Që shtot Allahu në Kur'an, wa qadimna ma amilu min amelin, fa gjaalnahu habaan manthura. Thot, ne ju qasemi, që ndëgjaj, ne ju qasemi veprave të tëre, vepra që i kanë bo, në dynja, fa gjaalnahu habaan manthura. Ja u bojnë veprat hi e pluhën. Pse? Se s'ka pas ikhlas, s'ka pas pun për Allahun. Ka disa njerëz jonë të bo mirë, ama të bo me në mirë, i bojnë mirë njerëzve për mu lavdu. I bojnë mirë njerëzve për me thonë, a, buri mirë o filoni. Edhe e kipona, kur po vdesin, ushton e pami, a, kjo ko shumë buri mirë o konë. Po, ka qenë buri mirë për bal njerëzve nësi i ka bo punë për njerëz, edhe ato e merë, edhe Zoti e kalon edhe ka përmen hadith pejgamberi s.a.s. Thot kush i bën punë për mu përmen, për më jundi zëri ti, Allahu jam mundëson ati, më jundi punë të ti. Ama kur delë për Allahut, s'ka kur gjëjq. Disa njerëz jo që shtu opton. Disa njerëz për fat keq, që shtu e unë e kërë këmë thonë opton, kërë këmë përmen, do, e këmo vjen me e bo një kontribut, pezojmë në gjami këtu, do në mja qitë këtu në balë, mja qitë në një farasin e, mja bo një ram, mja qitë emnin e mbi emnin, a opton që, edhe a dyqysh e këshyrë hoxën, të këshyrë thushti Jakobën e me bërë thushtin në shpeti sagogës, atje ma kanë dre shpine i sagogës. O ti miskin, o i shkret. Unë e sot jam imam këtu, nesës jam. A disa imam jo konë para meje këtu. A disa imam jo konë para meje, edhe unë e vallaj në ditë s'ka me konë. Pasha Allahun që është një. Na nuk e dim, ma ki që kjo është takimi jo një fundit. Jeta është ashe shkurt. Jeta ka lëna shpejt.
A mos kujto që e ka bën diçka për xhamie tu i bo hoxhë, se pasha sot e për hoxhë, pasha madhnin e Zotit, hiç vallahi haram Zoti ta boft në cindrake, a e ke pa ti ku thonë në votime i lejum në ato, në xhurmën, aty dang me votu. Wallahi aty mos voto për hoxhën. Votosh për hoxhën ku për ty. A për Allahun subhanahu wa taala po. Për Allahun e pi. Për Allahun dima. Kur kërkohet diçka, jep për Allahun. Jep për Allahun subhanahu wa taala. Do thonë Allah kur e don robin e tij, ja don të mirën robit vet, Allahu ja mundson atij me bë punë të hajrit. Që ata duhet me bodhen i dua dashurit e mi, dëshirojmë ja mësuni lutje, bëjeni këtë lutje kur të faleni namazën nafile, sunetet kur i faleni, se në farz duhet arabisht komplet. Ama në sunete edhe në nafile bën në sejdë edhe shqip me bë dua. Kur bjen sejdë, thuj o Zot, bënem qels që i hapi dyrët e hajrit e i mbylli dyrët e sherrit. Bëne këtë lutje shpeshtoje. Thuj Allahumma ij'alni min mafatihil khair wa min maghaliq al-abwab ash-sharr. O Zot, mbashi i hapi bën qels i dyrëve të hajrit edhe bën qels që i mbylli dyrët e sherrit. A disa kena nevojë dashurit e mi në zemonin ton, kohën ton, me pas që si njerëz në shoqërinë tonë. Ku sherri na ka kaplu me të madhe, ku sherri o përhap shumë, njerëz të hajrit jon pak, ku njerëz të hajrit sot jon pak, na kena shumë nevojë me pas njerëz të hajrit që Allahu ja u mundson dhe i bën ata çelsa dyrëve të hajrit. E lutë Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të kuptimi i këtij hadithi dashurit e mi është se Allahu subhanahu wa ta'ala ja dhuron këtë shaj robit vet, e udhëzon për xhennet, ja bën të mundshme që vazhdimisht me bë punë të mira, me u përhap punë e mira atij. Me u përhap, me shku punë e mira ti mund dëgju në katër anë, po dasht ky nuk i bën punë për më ndi zoni, ky nuk i bën punë për me dhonë kjo njeri madh, jo, ky i bën punë për Allahun, ama Allahu ka dasht Allahu dhe dëshiron se kush bën punë për ta, Allahu s'ja hub mundin, vallahi s'ja hub në dynja dhe në ahiret, nuk ja hub Allahu subhanahu wa ta'ala. Du me përmend një shembull praktik që e kom përmend disa në për ligjëratat tona, shembullin e Imam Malikut rahimahullah. Imam Maliku e dini ju kush është Imam Maliku. Imam Maliku një prej imamëve të mëdhtë këtij dini, themeluesi i mëdhëbit Maliki. Imam Maliki ka një libër që quhet Muwatta. Edhe ajo Muwatta është e shkruar do të thotë në formën e kapitujve, që e përmbledh krejt fen. Krejt fen e përmbledh. Kur Imam Maliku e ka shkruar Muwattan, e Imam Maliku ka jetuar në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka ardhur emiri i Medinës, kryetari i Medinës. I ka thonë o Imam, po frigona ka thonë se me vdekjen tënde, ky libër as me vlerë të madhe, ka me humb. Na lejo ka thonë që të librin tonë ta bojmë destur, ta bojmë kanun, rregull, që jeteni me shariat, kur udhëheqet me shariat, ka nevojë dispozitat fetare. Ka thonë, na le këtë libër që me mbet dhe me këma gjatë, se ngone i Malikit ka pas shumë kësi Muwatta të shkrume. Ama që shfar fjale ka thonë Imam Malik rahimahullah, ka thonë, o emir, ka thonë, o kretar, o pris, ajo që shkruhet për Allahun, ajo punë që bëhet për Allahun, ajo ndet. Ndërsa ka thonë, ajo që punë që nuk bëhet për Allahun, ajo humb. Pasha Allahun, plot ka pas Muwatta në kohën e Imam Malikut. Ku janë ato sot? Ndërsa Muwatta Imam Malikut a ekziston? Wallahi nuk ka nxënës dije, nuk ka hoxh që do në mu thellun dije, s'është çare pa e pas edhe pa e lexuar librin e tij. Që e na këtu mid dispeje se qytetin ton, wallahi billahi aty në zyrën temën me mektebin ku e kam literaturën, më shumë se 3-4 komentime të Muwatta se kam. A pasha që Allahu e runë veprën e robit ti kur ajo bëhet për Allahun, për ata dashurit e mi. Ne ju themi gjithë atyre që nuk i bojmë punë për Allahun, i thojmë mos u lodhni, jeni të u lodhë. Pasha Allahun, ti që i po i bën punë për dikon tjetër, pe fal namazin me apo qefin dikuj tjetër, pe fal namazin për me të pa dikush tjetër, vallahi ne i thojmë ti mos u lodhë, ka lodhësh.
A nëse e tu I bo punë për Allahun, atëre vazhdo, edhe shtoj sa ma shumë punë e mira, se Allahu nuk ja hum mundin robëve ti të mirë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe banor I zjarit, thot dhe banor I zjarit, apo banor të zjarit janë ata që u mbushen vesht e tyre me përgojimin e njerëzve për ta, e me sharjen për ta, dhe ata I ndëgjojnë njerëz duke I shoh. Vllazdi, afroni, ndreqini sofat misi për namaz, hajde ma shumë, hajde se këto dhe një 100 veta I nxem. Hini mos bllokohet dera, se është ftoft e jashtë atje gjuna me ilon vllazët. Ndreqini sofat mirë, afroni. Levizni sofat, bëni mirë, afroni. Hajde vllazdi, mos e bllokoni derën ju atje, edhe nelt ka vend. Hajde bismillah, Allah në xhenet ju qoftë. Thot dhe banorët e zjarit janë ata të cilët u mbushen veshet e tyre duke I ndëgju njerëz, duke I përguju, duke I shar ata I ndëgjojnë ato fjalë që thurën për ta. Kuptimi këtij hadithi çka është? Kjo është një shenjë që Allahu e ka shkruar dhe ka treguar se këta do të vazhdojnë me punë të këqija dhe këta do të janë banor të zjarit. Që ata ka ardhur në hadith dashurit e mi, që shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot emira el birru, bamirësia, puna e mirë, robin e çon ku në xhennet. Puna e mirë e çon robin në xhennet. Puna e keqe thot e çon robin ku në zjarr. Edhe një herë për përsëris. Duhet mi ja bon një rishikim vetës. T'ja ki pona për fat keq po flas. Wallahi kjo për fat keq, çështu do të më thon. E ka kur e blem një kërp të mirë e blem. Beli herë aksiu të gjendjen, sa po harxhan vaj, qysh po punon, sigurimin, guma, tash vjen tetori, tash me njerë janë nisin e muhabetin e gumat, mja qitë gumat e dimrit, se me të verës zban me I gra, po zban me I gra, ama gumat e ahiretit apo I ndron, po dhe ahireti ka do farë gumat që du të me ndru, po pasha zotën po, du të me këshyr, me rishiku veten, ka jem të shku, punë të mija qa jonë, duke anis mas parti prej besimit tëndë. A jom ka e besaju në Allahun që shë Allahu ka kërku prej meje? A jom të e besu në Allahun, Allahu që shë ka ly prej meje? Se jonë do, a I thot unë e besaj Allahun, a më shkën I lutë të gjithë fatynit. Alman ja Rabbi, qëfar besimi o kë? Shkon atje në gjithë fatyn, shkon I bën të vafurit. A I tjetëri tha trektar është, vallaj ka sari salteki, tu kaluan ndena, s'moj mundoj, tha për e lonë një nezër. Ja Allah, ja Kerim, vallaj bajegi dardales njeri du të bukon, vallaj me besu qështu. Pasha Allahul, shumë qesharak, du të me kon njeri me besu këto, para do bej besu që shtif. Me orë që sa I bjull dola, a mundet me të bo dishka që kjo? Pasha Allahun, sot bën diçka që ke që peprej kujtë me dorë, që është bën që I vori, që ati kush do koftë në vorin ati, kush do koftë I varosum aty. Pastaj, me rishiku namazin, dashur të mi. Qaj këna punë me namazin? Ku jena me namazin? Ullën e kerit, si ti bën 10.000 kilometra, me një herë, bismillah, me shku me janë ullën. Namazit e në të janë ullën. Po dhe namaz e ka një farule, po pasha zotën, po. Kush si andron ullën e si andron filterat. Kur ti blokon maqina, u do të po do maqina ju blokon, e I po, namazi pasha, po pezoj, pëzdit, hina në të tash s'kom qare pa full. Namazin e sabajt, Ramazan e ka. Ky, ai që e falë namazin e sabahut, me gjemat, po flas ata që e kanë mundësin, se dikush se ka mundësin, dikush e ka shpinë shumë lërgë, si ka mundësit e këta, nuk po flas, unë po flas për ata që I kanë mundësit. Edhe s'del me e falë namazin e sabahut, nuk del me e falë me gjemat, kë filterat I ka zift krejt, zift ju kanë bo filterat. Ju kanë zonë filterat, shumë ju kanë zonë, autën. Asqalus salat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Aman, pe thonë qëtësi se në vëbërtas ka një herë, e tu bërtit, ndoshta pja hupi ato, që ka përdo thonë? Kush ka thonë?
Pejgamberi a.s. Namazi më i rënd, edhe njëre, kush ka thonë? Pejgamberi a.s. Namazi më i rënd për munafikun e namazi sabahut. Namazi sabahut edhe namazi jacis ka në hadith, që të dy namazi e më përmendjen, namazet më të rënda për munafikat. Për Allahun, a thu val, këta musliman që na i shohim, i të tësëfu bisifatil munafikin, janë bo me cilësit munafikave. Kur del në xhami, del namaz të sabahut, që të ditë të lezet pak, se e kena gati në 6 në xhamit tonë, diku 5 minuta në 6 him farz, o bon një safe gjys. Ama kur të nabjen sabahin 4, aman ja rabbi, aman ja rabbi, ishe veç dalin do pleq, që i kem pofton shpleq, se pështi vetën të parin, kur që i ka kalut 40, ato e plakon. Plak është, ta shlu e di që qërë plak është, 40 e nelt, kërk, tërk, ka thonë turki. Mbas 40 dhe s'ka mo. Ku jënë djemë të ri? Ani do, kalherë po që ditë në me do, me bo minaret, me bo mërdzun, në barë ju binë. Në barë të shpis ju binë minaret. Pasha Allahun, unë e kom pas fatin në Medinën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, me jetu e kom pas gjamin e kom pas, të banesa e kom pas as 200 metra largë. Edhe pëse shkëshim mu falë në gjamit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, që e këmë bëshim me gati 2-3 kilometra largë, ama kur desha mu falë, që ja rabbi ma mundësa dhe në Kosovë me pas. Wallahi, billahi, tallahi, unë e pa thamë, ju thuni amin. Allah ma bof nasib mua dhe kush ka dëshirë me i pas shpijat afër gjamis. Se jo nga njerë do gjynypa që i ka shpijat afër gjamis. A i djoli dha, pa lajshë zoni shumë. Po e zoni o bo me qupi gjumit. E zoni o mu të thonë, qonë mu falë. Të djera shpijë se ka gjamin, i pengon e zoni. Ka jërë bëhëm aman ja rabbi, që që kisë provu këta miskina. Këta shkret, vallahi billahi, isha ndru me ta me shpija. Me po shpina ofër gjamis. Po kjo begati. Vallahi isha thonë hoqës, pasha Allah se ka bëj propagandë. Isha thonë hoqës, a bën me ma pru një mikrofon me ma shti mrenda, një zështik që si, një zbadu së shpi mrenda shpi me ma shti aty. Që kur thire zoni, po thojnë këta me në tranu, po, shejtanat e zoni i tranon. Vallahi billahi i tranon shejtanat. A besimtar ti kënash, ja kënash shpirtin. Besimtari kur e ndinë e zonin Allahu Akbar, shpirti i knaqet, shpirti i shkrihet. Shejtanat ikin, edhe e din që ka ardhë wasfi, cilësia e që shejtanave kur e ndinë e zonin shejtana, e dini? Thot pejgamberi s.a.s. ikin, edhe me ndër me thonë, tu ik, të s'pa di që shme i thonë, në aspektin gramatikor, por dhe me ndër me thonë para juve, kërë me kumë Allah. Shojnë gazra, Allah ishë problem, se s'po kujtë e ke shpreja gazra. Shojnë gazra të ik. Qështu jënë do? Vallaj gazra ju ven era, ata që folin kundër e zonit, ata që jakon dhe e zonin me ndi. Billahi po, tallahi po. Allahu në boft nasib, ja rabbi. Ja rabbi në bë nasib neve, familjarëve tanë, evladve tanë, pasazve tanë, ja rabbi më kënash me ezanin Muhammed. Thoni amin. Allahu në imbush shtëpijat ezan, në i bof shpija që më në u fal namazin to, me i pa evlad, nipa, një pesha, nuse, kërejt me i pa të i rasesh dhe Allah subhanahu wa ta'ala, që kjo kënaqësia e dunjas. Allahu në e përmisov gjendjen ton, ka dhe shumë që ka mu thonë, po besoj që me këta do të mjaftohëm mjatë, ju ka kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për e mje dhe shejtanë, wa akhiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin.